Në Kukës, pemët frutore kanë nisur fazën e tyre të lulëzimit. Agronomi Farikë Stanisha thotë se ulja e temperaturave mund të dëmtojë procesin e hershëm të lulëzimit të pemëve, ndërsa e rëndësishme mbetet edhe spërkatja para fazës së lulëzimit të pemëve frutore. Tani kajsia dhe pjeshka kanë filluar me lulëzu. Në rrezik s'ka, me këtë temperaturë s'ka rrezik. Por nëse do të ulë temperatura, ju rekomandoj me kështu, jo me hamenje, të mbledhin betorina afër pemëve, ose në gomë si s'lejohet në do të ambienti janë këto, po në një orë, 2 orë para se të gdhinjet, para se të zbardhet, bon tym ati, se e ullë sa do ullë minimum në minimum efektin e grisave, edhe kalon rrezikun. Kurse për pemë tjera, nuk kanë fillu, kanë fryrë bajak i sitat, por s'ka një rrezik. E në qofë se bje brim, asë një rrezik s'ka. Tani do të kushtu vëmenja dhe të shërbimet, nuk e di si kanë vazhdua, si vazhdojnë, përshë se pak po interesohen. Për të gjithë kultivuesit e pemëve frutore, sipas agronomit Stanisha, duhet të mbyllet edhe procesi i krahasitjes së pemëve. Gjatë kësaj periudhe, një interes i shtuar është shënuar pranë farmacive bujqësore për farat e perimeve siç është sallata, spinaçi, qepët apo edhe patatja.